Tu është Gjeza, pjesa e mirë e stafit shefa e shërbimit. Është pavioni. Kjo doktoresha Josinda, heroina edhe stafi. Gjitha investimi fizik është bërë nga ne si spital, duke bërë parketin, për të bërë një gjë më familjare. Me tarë dytësore. Për të qenë Punim midis kancerit dhe spitalit konkretisht. Përshëndetje. O Florit, Florit. Shiko sa mirë është kur... Nuk e di, vetëm kjo na ka shëruar me fjalët e mira. Respekt. Ne na shëron, vetëm fjala e saj e mirë. Kënaqësia më e madhe që merr një mjek në jetë është fjalët e pacientit, asnjë gjë tjetër, fjalët e pacientëve që luftoj me një smundje që nuk është e lehtë për tu mposhtur, po është e rëndësishme që po e merrni shërbimin në Korçë, afër shtëpisë, nuk ka nevojë të shkoni në Tiranë. Sigurisht në Tiranë me Institutin e Ri të Onkologjisë që kemi krijuar do ndihmoj që gjithçka të jetë ndërlidhur. Rjeti kombëtar i onkologjisë me që suton në qendër me dhe gjithë polet që jeni këtu tash, ky pol dhe është ristrukturuar, që është një gjë shumë e mirë, sepse sigurisht kryesorja janë medikamentet, ilaçet, por dhe kushtet, po, mjekët, po dhe kushtet, ku do të drejtoheni ka është një rëndësi shumë e madhe. Faleminderit shërim të shpejt. Faleminderit. Këtu në Korçë marrin rreth 300 persona në vit shërbim kimioterapie. Kapacitetet me këto që shtuam, investimi që bëjmë janë edhe për të mëdha, domethënë mund të shërbejmë pastër dhe me gjithë qarkut për gjithë nevojat, siç është edhe misioni i Spitalit të Korçës. Absolutisht. Që gjithë kimioterapia, për sa i përket shërbimeve, ndoshta edhe ndonjë, sepse ne bëjmë disa lloje tash. Ju bëni kancerin kolorektal, gjirin, pulmonin, Vezikurinar. edhe prostatën. Ato kryesore. Tani keni ngritur kapacitete, duke pas ambiente të tillë. Mund të në një mënyrë të mirë menaxhuar, siç e tham tash që tani që do të filloj po është në fazën e riorganizimit, të ndërtimit, por kur të jetë funksional Instituti Kombëtar i Onkologjisë, atëherë do koordinohen të gjitha dhe protokollet edhe skemat e mjekimit që të keni të tërë të koordinuar dhe pastaj të zgjerohet dhe fasha e sëmundjeve tumorale për cilët pacientët marrin trajtim afër shtëpisë në Korçë. Mirëdita, shërim të shpejt, forcë e durim, sepse është e rëndësishme, por ju uroj shërim të shpejt. Zë ministre, atëherë investimi në bashkëpunim me Albanian Fighting Cancer është bërë për të krijuar një punë kimioterapie me të gjitha facilitetet e nevojshme që i nevojitet. Modern kimioterapie. Të filluar që nga shtretrit e ri, të cilët janë 10 prej tyre, janë shumë mjaftueshme për kapacitetin, po do kishin nga 8 kaluar në 10, po janë dhe gjithë të ri. Jam vërtet e kënaqur që ky është një shembull, një bashkëpunim shumë mirë midis një shoqate siç është Albanian Fighting Cancer dhe Spitalit të Korçës nëpërmjet fondeve ndërtore, domethënë nëpërmjet investimeve shtetërore. Dhe është një model shumë i mirë. Sigurisht punkti këtu i Korçës është tani nga punktet modele, pjesë e rjetit kombëtar të onkologjisë. Faleminderit. Me një qendër institutit kombëtar të onkologjisë dhe kjo e sapo krijuar. Dhe është rëndësishme sepse do ndiqen praktika më të mira. Pra, trajtimi që bëhet në institut, bëhet këtu në Korçë, do zgjerojmë gamën e patologjive, siç e diskutuam dhe me mjekën onkologe, për të sjellë shërbimin tek qytetarët. Shumë faleminderit për gatishmërinë për të folur sot, por ky është një shembull i bashkëpunimi shumë të mirë midis investimeve të shtetit dhe donacione nga shoqata juaj Albanian Fighting Cancer. Mos harrojmë që do kemi spital të ri të Korçës dhe puna do të fillojë dhe atje do planifikohen dhe ambientet dhe do shtojmë sigurisht dhe pajisje vetëm sot pam grafinë e re digjitale të Korçës dhe Korça për sa i përket radiologjisë është totalisht e kompletuar, të gjitha aparaturat janë moderne brenda 2 viteve të fundit. Do sjellim dhe Rispaksin, ne kemi në planin e tanishëm dhe afatmesëm dhe pastaj dhe radiologjia është totalisht e kompletuar dhe me spitalin e ri besoj që do ketë një ndryshim vërtet cilësor.
Tani, në mënyrë të fazuar të gjitha shërbimet po rregullohen, duhet ngrini kapacitetin, aparaturat pak edhe në planin e buxhetit kemi parashikuar me sa mbaj mend Po, kemi endoskopi. endoskopi, po, se kemi dhe po. Faleminderit. Faleminderit. Okej.